Një nën pas humbjes së 2 bashkëshortëve, vazhdon të rrisë 2 djemt e të jetojë dhe ajo vetë jetën e prerë për gjysmë. Djali 15 vjeçar përpiqet të njohë vetveten mes shkollës dhe minjerës së Kromit. Një mashkull tjetër ka hyrë në mes, ndërsa një mësuese rebele, e cila ka lënë kryeqytetin për të punuar në provincë, duket se është aty për t'u gjendur djalit në rrugën e tij. 6 muaj pasi shkroi versionin e parë të filmit Krom, regjizori Bujar Alimani kuptoi se 2 nga personazhet kryesorë të filmit diku i kishte takuar, i kishte njohur. Këto 2 fëmijë se duket kanë ekzistuar tek mua dhe nëse duket është një filmi në thellë duhet të jetë kërkesë ime falje ndjese. Për ata 2 fëmijë që unë nuk e di sot ku janë, që në qytetin tim të vogël, në Patos, për nga unë jam. Në ato vitet 70, vitet shumë të vështira, edhe opinion akoma më i vështirë për një shoqëri të mbyllur, ato ishin me baballar të ndryshëm, me një nënë e cila nuk ishte bashkëshort, e vendosur në një kapanon në atë periudhë dhe që pjesa e madhe e fëmijëve të lagjes i shtynin në mur edhe i presiononin që të pohonin mbi emra të ndryshëm baballarës. Kur shkruaj ta skenarin, vetëm 5-6 muaj më vonë kur kërkoj arsyet pse e kam shkruar i gjeta, domethënë nëse duket të qenë një në ndërgjegje akoma e pa pastruar mirë, që më ka detyruar në këtë mënyrë të shkruaj për ata 2. Kështu personalja, subjektet dhe personazhet e kujtesës bëhen pjesë e krijimtarisë së Alimanit. Bergman thotë që në kineman kinematografin e nuk bëjmë asgjë tjetër përveç se shfaqim fëmijërinë tonë. Kështu që mendoj që filmat e mi jam unë brenda, ka shumë pjesë të mia brenda. Është nëna ime brenda, janë motrat e mia brenda. Është bashortja ime brenda, është mësuesja ime e letërsisë brenda. Është adoleshenca ime, një farsoj. Mirela Naska interpreton mësuesen me pamjen ekstravagante që do muzikën rock dhe që përpiqet të bëjë një jetë të lirë në provincë. Dhe vetë personazhi i mësueses ka dramën e saj, që shtjellohet në një marrëdhënie shumë të afërt që ajo krijon me nxënësin 15 vjeçar, interpretuar nga i riu Fredion Ruci. Për të krijuar këtë marrëdhënie, asaj është dashur të punojë shumë edhe jashtë sheshit të xhirimit. Me Fredionin pastaj kam punuar shumë sepse Fredioni në fakt e kishte për herë të parë para kamerës, ishte i ri, nuk dinte, nuk e kishte fare konceptin se çfarë ndodhte, se si bëj një film. Dhe merja, flisni, mi thoja pavarësisht se Fredioni kishte një çik kompleks me mua, nuk e di se nga i vinte ky lloj kompleksi. Dhe atë kompleksin e vet, stresin që kishte e nxirrte në të qeshur, sa shpesh na prishte edhe dubla duke qeshur. Xhirimet e para ku xhirova, si unë ndjesha nuk si një realisha do të bësha 4-5 qeke ma e mend që skenën e parë kam bërë 7 qek që ta bësha sa më mirë atë duvel filmit. Kontradita duket se është një pikë e fortë në filmin e Alimanit. Regjizori e vendos personazhin kryesor mes 2 botëve femërore. Mësueses, femrës moderne dhe rebele, që e shpreh veten në të gjitha format, dhe nënës, gruas klasike, shtëpiake të nënshtruar. Te personazhi nënë, regjizori Alimani pa qëllim ka vendosur pamundësinë e shprehjes. Nëna, interpretuar nga aktoreja e teatrit Klodiana Keco, nuk e ka aftësinë për të folur. Unë jam shumë e lidhur me fjalën, edhe si aktore dhe si individ. Mua më është dashur që të rikthehem edhe një herë tek instinktet, te ndjesia, te intuita. Dhe sa më shumë të gërmojet te domosdoshmëria e nënës për të komunikuar në mënyrën e saj gjërat që ajo ndjente, aq më pak e nevojshme më bë fjala. Muzika e filmit është një tjetër thirrje e kujtesës së regjizorit. Në vitet 70 kur unë fillova të kuptoj veten, një muzikë shumë e çuditshme që ka qenë kjo balladë, më dukej vërtet e jashtëzakonshme që ishte krijuar nga një shqiptar që quhet Pjetër Gaci. Dhe duhet kaloni shumë kohë vite më vonë që unë ti rikthehem, ta ridigjoj, ta provoj. Mendoj që i shkon shumë filmi. Filmi Krom do të shfaqet nesër premier botërore në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Karlo Vivari në Çeki në kategorinë Lindja e Perëndimit. Në Tiranë ai do të vi premier në muajin tetor.